Shumica është stabile, por dera është e hapur edhe për parti tjera, tha deputeti Bekim Qoku nga koalicioni Vlen. I pyetur se a ka gjasa që Ziadin Sela të bëhet pjesë e Vlenit, ai u përgjigj. A e ka Sela derën hapur në Vlen? Në Vlen nuk kisha thënë, por në shumicën parlamentare besoj që çdo parti që vendos të luftoj korrupsionin, të luftoj të vjetrin, të luftoj bëhet pjesë e ndryshimeve të mëdha, o besoj që duhet jetë i mirëseardhur. Kryetari ASH Ziadin Sela dje foli për këtë tim, me çka tha se nuk e ka ndërmend që të hyjë aventurës për ndonjë bashkëpunim me koalicionin Vlen, po shtoi se nëse Taravari bashkangjitet në frontin evropian, do të ketë qëndrimet e tij për këtë çështje. Pritet që më 1 maj kryeministri Mickovski të takohet me Taravarin, kur edhe pritet të vendoset nëse ASH do të mbetet pjesë e qeverisë. Për Vlenin është e papranueshme që dikush që është pjesë e tyre të bashkëpunojë me BDI-n. Nuk është kërkuar të largohet nga qeveria, por ne natyrisht jemi të bindur që çdo subjekt politik brenda familjes Vlen që koketon, bashkëpunon, fsheh urazi pa dijen ton për interesat grupore me BDI-n dhe me Ali Ahmetin, ka qenë e papranueshme. Nga VMRO DPMN thonë se për BDI nuk ka vend në qeveri, ndërsa nënkryetari i kësaj partie Aleksandar Nikolovski në një intervistë për 360 shkallë tha se do të ishte i befasuar nëse do të shite Taravarin duke bashkëpunuar me BDI-n. Mislim дека не е толку политички наивен да направи таква работа. Би бил изненаден да видиме такво сценарио, иако еве не го исклучувам. Vendimi i Taravarit për të shkuar në zgjedhjet lokale me lista të veçanta të këshilltarëve prishi marrëdhëniet me 3 parti tjera të Vlenit. Tani për tani ai ka deklaruar se në zgjedhjet lokale do të kërkojë bashkëpunim me të gjitha partitë përveç Levicës.